Nën kryesimin e kryesueses së Kuvendit Komunal të Gjakovës, Arvnesha Kuqi është mbajtur mbledhja 5 e Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2025. Pas miratimit të procesverbali të mbledhjes së kaluar, drejtoresha për shëndetësi e mirëqenie sociale Adelina Sheukola shpalosi aktivitetet e realizuara nga fillimi i këtij viti me theks të ndarja subvencioneve e investimet në banimin social. Rreth banimit social, pyetje pati Ali Tafarshiku, antari i këtij komisioni. Komisioni i banimit social a udhëhiqet prej drejtorisë shëndetësisë, domethënë në aspektin e vendimmarrjes, apo prej kryetarit komunës. Se dim rastin e kaluar, kur shkresat kanë shku edhe qytetarët janë revoltu për ato kërkesa dhe ultimatume për lirimin e banesave, në fund dul që ka qenë urdhër i kryetarit dhe komisioni është përmund prej kryetarit komunës. Pse duhet me pas komision prej kryetarit komunës nuk e di, përderisa në kuadër drejtorisë juaj është sektori i mirëqenies sociale. Sheukola pati edhe një sqarim rreth kësaj pyetje. Sa i përket formimit të komisionit, unë e kam zyrtaren e mirëqenies sociale, e cila e udhëheq këtë komision, po që normal që çdo formimi i komisionit bëhet me vendim të kryetarit. Nuk është që është veç të banimet sociale, po për të gjitha bëhet. Mu më intereson mi pas një antar të drejtorisë, cila është edhe e punësune për që ata, është Blerta Qela, zyrtare e lartë të mirëqenies sociale. Tutje u raportua edhe nga Drejtoria për Shërbime Publike, nga Kompania Rajonale Mbeturinave Qabrati, si dhe nga Ngrotoria e Qytetit. Rreth kësaj të fundit pati reagim nga Tafarshiku. Mos të harrojmë, është njëna prej ndërmarrjeve, domethënë ku është bo investimi më i madh. Edhe unik, jo në Republikën tonë, po në krejt rajonin. Edhe më ardhë situata që qytetarët, vullnetarisht, konsumatorët, me u shkput prej ndërmarrjes, kjo situatë është shqetësuese. Edhe më ka bo bile përshtypja që edhe ju si institucion drejtoresh, në reagimet publike, e krahasojshit çmimin e SRE-s që ka përcaktuar për komunën e Prishtinës. Dhe më thonë me komunën e Gjakovës, para më ndoni. Biomasa më krahasu më apull. Drejtori i Ngrotorës Plerim Halilaj pati një sqarim. Zyrtarisht, as privatisht në asnjë formë Ngrotoria, asnjë konsumatori dhe asnjëherë në asnjë prononcim nuk e ka potencuar që ka ngritje të çmimeve. Përkundrazi, çmimi për megawatt ka pas një ulje të lehtë, pra prej 54.5 në 53.63 është zbritja. Problematika ka qenë ndryshimi i formës së faturimit. Pra po flasim për dikon 4-2 vjet që është faturu konstant njëjtë. Pra është faturu hapësira ngrose që një pjesë e madhe konsumatorëve janë penalizuar për shkak se na e dim strukturën, sidomos të shtëpive banuese që e kemi, familjet tash janë të vogla, ndërsa shtëpitë banuese janë jashtëzakonisht të mëdha dhe është dash një konsumator me pagu një faturë 300-350 euro me metër katror për flas krejt kohën, a në fakt e ka shfrytzuar ndoshta një pjesë të vogël të ambientit ku jeton. Edhe matja e konsumit edhe faturimi në bazë të konsumit, përveç që është obligativ ligjor, parashihet edhe me rregulla dhe me format e ZRE-s rregullore që ata i kanë, është edhe më e pranueshme dhe më reale. Ne kemi pas ankesa sidomos në fillim të sezonit, e cilat gradualisht kanë filluar me amortizuar për shkak se me ekipet tona në terren mundu maksimalisht me bë dhe para fillimit të sezonit si fushat vëdisuese me informu konsumatorët për mënyrat e eficiencës, mënyrat e kursimit që duhet me ndodhë gjatë kohës se shfrytëzimit të energjisë. Në këtë takim pune u diskutua edhe për shumë çështje të tjera të cilat kishin të bënin me raportet e drejtorëve që raportuan sot.